Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq dhe të gjithë ju adhurues, të cilët çdo pasdite të martë na ndiqni në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Sonte kam kënaqësinë të bashkëbisedoj dhe natyrisht edhe ndihem e nderuar të kaloj në për shumë emocione me njërin prej legjendave të traditës së kërcimit nga ura fshenjtë, por edhe urave tjera kudo. Është ky Kujtim Gorani, i cili do të përpiqet të na kthejë në kohë përmes sukseseve të tij dhe traditës së kërcimeve nga ura. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se vizita. Kënaqësi t'ju kemi bashkë kur ju një pjesë tjetër së bëni në Europë, por gjithsesi gjeni kohë t'jeni edhe për shikuesit tanë këtu. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit për ftesën. Çfarë po bëni zoti Kujtim? Si po e kaloni këtë moshën e tretë? Po, relativisht mirë. Tash zoti pak na dhuron pak jetë pak më të gjatë, kështu që me shiju pak këto ditë që në kanë mbetë. Gjithsesi. Ju përgjatë gjithë jetës suaj e dini shumë mirë si frymon ura fshehtë, sepse jeni rritur aty edhe keni bërë një karrierë kogja të gjatë. Sot kur kaloni andej pari, cili është emocioni që ju vije sa herë kaloni andej? Janë emocionet papashkrueshme, se ndodhë që çdo dytën ditë kur gjindem këtu, çdo dytën ditë është e pamundshme me s'më shku atje me vizitu njërë aty. Se janë ato emocionet, janë kujtimet e kretë karrierës ime që i kom pasë. Po. Edhe se jam e lidhën shumë, shpirtërisht jam e lidhën me atë urë. Ura është një pjesë e rëndësishme e historisë suaj. Është një pjesë shumë e rëndësishme e jetën time. Për çfarë edhe ne do të flasim sonte përmes këtyre fotografive që i kemi zgjedhur bashkë. Edhe nëse e gati kishim filluar me fotografinë e parë. Ata morna. Ç'a thot kjo fotografi? Kjo thot shumë për mua. Hajde më trego. Se rrallë kush që e ka arrit këto suksese, e për hir të sukseseve të mia, edhe më kanë dhuru si dhurat më të mirë, se s'ka me qenë në pullën postale. Aty të jetë këcimi im është një emocion i veçantë. Dhe më thënë, ju jeni personalitet me pull postare, që është diçka e arritur fal angazhimit tuaj. Ju bën kjo të ndiheni mirë? Shumë. Shumë. Nuk ka përshkrim kjo punë, se shifet me të vërtet puna edhe përkushtimi im që e kom përkushtu krejt jetës për këtë karrierë. Dhe mirërisht tash kanë dyshu kohët, por se kjo mbetet. Natyrisht, është një pjesë e historisë. Është një emocion i veçantë është. Sa herë të shifet kjo fotografi diku, është një emocion i papërshkrueshëm është. Gjithsesi. Por e keni fituar me mund. Duket se po. Po. Kalojmë te fotografia tjetër? Shifeni kujtimin. Kjo është një dallëndyshe të urës së fshenjtë. Kjo është një gjë shumë e veçantë. Se në këtë moshë me pas me marrë guximin edhe prap me kërcim nga kjo urë është diçka shumë e madhe. Por se me gjithë këto vjetë që i kam, se këtu më duket gjatë 68, edicioni 68 i kërcimeve. Po. Më thonë tash sfundmi. Kjo ishte përmbyllje, kjo kërcimi i fundit e imi. Dhe më thonë, nga ky kërcim nuk e tentuar më? Jo, kjo është 2019 që duhet më qenë. Më duket që po. S'po e shoh numrin? 2019 që. Kjo ishte kërcimi 50 vjetoren që kam premtu si jubilej. Po 50 vjetë kërcyes nga lartësia. Çfarë do të thot 50 vjetë kërcesh nga lartësia? Po shumë. Kur sa shumë njerëz në këtë tokë kanë fobi nga lartësia?
Po, unë jam e kundërta e këtyre njerëzve, sepse mua, unë kam një adrenalin, kështu që është menda në trup, që nuk përshkruhet, po mu më tërhek shumë, është një knatësi e veçantë për mu. Kur hypi natën në urë, e më duket se krejt bota është e ime. O, sa e bukur. Sidomos edhe kur fluturoj. Kjo është përmbyllja e karrierës. Më duket se edhe këtu ka qenë një kiks i vogël, po se... Po ti e vrejtë, por shikuesit me siguri jo. Me siguri jo. Ata që e njohin kërcimet, po, kjo është. Ku ishte gabimi këtu, sa bukur duke? Një në kom, se tek une është një kërcim i jashtëzakonshëm. Është një kiks në luajtjen e kombëve në fillim. Në fillim, po ju s'moni me vret. Po. Ajo ishte i vetmi. Ti këtu i kishe 63 vjeç. Jo, 65. A 65, se mu do që aty shkruan të 63. Po, emocioni interesant, a kishe kohë që s'kishe kërcyra, po ti vazhdimisht deri në këtë kohë? Ja, nuk, se kjo është, ja din me këcy, ja nuk din. Mosha është, nuk lunë rëllë të madhë, mosha. Ja. Se gjithmonë më thojnë se me këtë pesh mund të lëndohesh, apo këtë e dione, po nuk është bashkë ashtu. Ato e dione, se unë edhe sot jam i motivun për me kësy, me dasht. Nuk e kem frike? Po, ja, frike, po tash masi që këmë bo krahun e operacion, më duhet mu tërhek dëmës dëshmërisht. Se nuk bënë më. Jenë të atë, dejtash këmë kërcy mas luftës, vetëm për mes me u shu këtu gara. Po konë një motivacion, ekstra motivacion për këta të rritë. Mund të bëhet që edhe i këmë dhonë një tip të mirë këtu në të rrive qysh mi u përmbajt pak kërcimeve. Edhe jo këmë dhonë kuraja. E vërtet, duke ta ditur eksperiencen, ajo... Nëse më e kanë lypë, bëte, unë me gjithë qepë ju këmë shpjegu feneset se... A ka ky kërcimi ndo një fshetësi që e mbanë sportisti për vete? Normal është që ajo është gjdo sportist, ose gjdo kërcys e ka atë... është specifik. Gjdo kërcys është shumë specifik, se ka stilin e vetë, e kjo është stili i jam për shemë. Ato shumë rallë dikush mundet me kërcy. është një farë Vedat Kasni që ishte 2 herë kampion. Ai afrohet për ka stili, afrohet shumë me kërcimin tim. Tashti, po unë e kom përsos këta, kjo është... Me vite. Kjo është artë është. Sa vjeç ke kërcyer për herë të parë? Për herë të parë 13 vjeç. Alo për mu është 13 vjeç. 13 vjeç. E isha shumë i ri. Po, në atë kohë të motivojshin publiku, se publiku kur gjo mësë më konë aty në konë 10.000 vetë poshtë. Po. Kur të hypë në altë, është një emocion i veçantë. E vërtet. Adrenalina, gjitha zbashku. Kalojmë të fotografia tjetër, pas kësaj foto të përsosur. Shofim. Kjo është fotografia ma e bukur që ekziston. Se kjo është edhe në prapavi, shifet edhe publiku. Gjithë këta njerëz kujtim. U boshin dhe 10.000 vetë, në 2 anët e lumet. Ma nëjnë me në bëzi kanë prit, pëse kjo ka qenë tradit shumë vjeqare, edhe ajo ditë u konë ditë feste, në Gjakov. Po thëmë në Gjakov, që nga krejt Kosova kanë marrë pjesë. Po më nëjnë,
me I pa garat, se shumë pak kanë pas garus të vendeve tjera të Kosovës. Kryesisht në konë garus gjakovar. E në konë shumë. Që janë rritë për skaj brigjeve të Drinit. Po, shumë. Me të vërtet kanë qenë, në konë tjeshtë zakonshme këto. Edhe kanë pas në të madhe, kushdo që u ardhë me I po garat, në uër të fshahet, ajo konë ditë feste për ta se. Qatë shën në garat 3 dhe në 4 orë. Ajo konë edhe një topim, ka pas shumë vishin familjare, konë entuziasmi, konë gjitha. Edhe ju sportistit jeni një matë motivum, pjesë marsi. Për ne, ishte edhe dy fishe, ne ishim shumë të entuziasmon, se e shirëshim publikin, dhe kemi pas publiki u konë shpirti jonë. Pos garave që mashën, unë e kom këcy mas pak të 2-3 herë në ditë, se në shpesh shkojshëm në dritë. Atyre pakës me rritën, 15-16 vjeqarë, po atyre këcesha për ditë, 2 herë, 3 herë, në varësisht, e sot këcehet shumë pak. Po menaj... Pitrive, po. Tash për trive shumë, vetëm po këcehem rrëtë për gara. Unë ashtu të kom perfekcionu, se më këcy ka 2-3 herë në ditë. është bo... Çdo kërcim është perfekcionu. E kjo është artësht. Kjo nuk bën më. Si kisha imagjinuar që mund të ketë pasur ndonjëherë kaq shumë. Po, o kon estetika. Estetika, unë jam e lidhën edhe me gjimnastik. Në shkollën fillore kemi pas Qërja Rejza, ish. Po, kemi pas të Tefik Jakupin. Ajo kone një shumë I madhë. Kemi pas manej, zdjeni është të kujtohet, këtu konë salla partizonit të thëshën, me kinën në konë afer. Ati ushtrojshën na, ushtrojshën gjimnastik. Ajna ka po disa herë kampion republikan atyre të Serbisë. Pikrisht edhe mund ka po kampion të Serbisë në gjimnastik. Ka qenë shumë garsh. Po. Po, jo vetëm unë, po ka pas shumë gjimnast të mirë në qatë kohë. Kur ishëm në Aziz Dujaka, Fatan Berisha, që mës të harroj gjithë, Hasan Guta, jenë konë disa gjimnast të jashtë zakonshëm. Shpesher I me dalë, I me dalë edhe këtu në Shaninush, mashin programet të ndryshme. Nuk dhja të kujtohen ty, jenë konë disa programe, na kemi pas një pikë, kështu gjimnastikore. Mashin recitime të ndryshme, kong, e kuda dion. Na kemi pas një pikë gjimnastikore me arkë suedese. Dhe më thonë që kemi pas një jetë shumë të bukur sportive. Kalojmë të fotografia tjetër. Bukur është kjo, kur ka kujtime kaq interesante. Unë gjithë, nuk mujemi, e di që Mark Lasko, sot një kolegi imi, duket që këtu Bekim Nuka në mes, unë jam majtas, jo Bekim Nuka duhet me qenë që këj vogli. Po? Ky është Fatmir, që është thënë, Fatmir, tinta, I thënë. E gjithin konë shkërqyshëm. Këta që jenë në randin e parë, kanë kërqyën kam. Konë shkërqyshëm, konë shumë të mirë. Po dhe shumë tri. Tri, po. E ju dalën dyshë? Na jemi konë dalën dyshë. Rani, për masat, jemi konë dalën dyshë. Konë Mark Laski, që është për mojë me kujtu që të në mes. Pa jenë ka shumë vite. Natyrisht. Apo të më thonë që këto jenë një ndër fotografit që
I kom gjetë unë që ka pas shumë ma tepër. Që 13 herë, 14 herë më konë kampion. Për gjatë jetës. Për urës fshajt. Manaj vjen ura Mostarit. Kemi fotografi edhe do të kalojmë edhe të ajo pjesë pa tjetër. Kalojmë të fotografia tjetër? Nga shpije kjo ta janë mysafir nga Mostari. Mostari, po. Po, se na kemi pas një shkëmbim, kemi pas miqësi shumë të mirë me këtë të Mostarit. Ata na shkojshim atje, edhe na natyrisht që i thyrshim këtu si mysafir. E këta janë i mirë e lirë zhubin, duhet me qenë. Po. Në mes. Gjo Erlati, që shtu të thëshim për para, Reza Erlati. E këta afrem indjeri, afrem vula, majtës krejtë. E këta tjerët janë të Mostarit. 4 janë duke të Mostarit, po. Këtu ishi tash në Gjakova, apo në Mostar? Po, ishin ardhë ata mysafir? Ata ishin ardhë si mysafir këtu. Po, konë një atrakcion i jashtëzakonshëm, kur të vishën edhe këta. Se këta vetëm leçi kërceshin vetëm dallën dyshe, po në konë të shkelqyshëm edhe në kom kërceshin. E të gjithë katët kanë qenë fenomenal. Kalojmë të fotografia tjetër? Ku është kjo video? 1983 në Mostar. 83. E këto ishin të e vetëmja video që kam prej urës Mostarit kur ka qenë ura e 10. Se ma në orëgju nga lufta, e konë këqimi perfekt. Kjo është të mënë perfekcion. Sa metra lartësi ka kjo urë? Janë 3-4 metra kanë diferencë me urën tonë. Aja ishte ma naltë. Ma naltë, po. Po, atje është pak ma ndryshe se është një atrakcion i veçantë atje. Atje, pse? Sepse i njef këtë bota. Se ta për çdo vjet, të dielën e 4 të muajit korrik, perfekcion është, s'ka. Shumë i bukur. Ma mi e zbon. Natyrisht. Këto e në konë ato momentet kur tamam i kom shiva dhe këtu bëshin dhe në 15.000 shikus në 2 antë. A kishe emocion këtu më shumë se në vendin tëndë? Po, normalisht. Kur e din për masat që ka aktiviteti? Normalisht se po, se këtu janë 2 herë kampion, ju kom thuj traditën 500 vjeqare. Në 1978, herën e parë, edhe në 1980, për herë dytë, 2 herë vendën e parë, që nuk ka ndodhë as njerë atje. Ta merë një shqiptar, po. Ma për para, kom 5 herë vendën e dytë, nga Keur, edhe qështu t'ja 4 herë vendën e tretë. Po gjithmonë jem hipë në Bodest. Nuk më ka kalu asë një vjetë për pa qenë në Bodest. Efektuit kanë kësyja dhe shumë kërcys Gjakovar. Është Neset Kolluku, është nuk di për Jusuf Vokshën e ka kësy, dhe ai ka qenë një kërcys fenomenal. Neset Kolluku, Afrem Vula, Indjeri, Ilir Zhubi, Masënej Sokol Hoti. Mulliqi, si e ka pas e? E djali Besim Mulliqi ishte ai, po unë e një vetëm vllaun e tij, Lulin, se ai ka kësy para Besimit. Mjerisht ai ka përfundu me fatalitet, se... Vërtet. Se këtu mjafton vetëm një gabim i vogël, edhe... është disiplinë e rrezikshme. Shumë. Po. Shumë është e rrezikshme, po s'dite është ma mirë me u tërhek se sa. Edhe me se vllau kërcente urimi shumë bukur. Po. Po këtu nga ura e fshenjt,
bile edhe njëherë ka zonë vend të tretë. Po, erdha tje me këcy, me gjithë Nasir Duletohen, edhe i ndjerë tash. Po nuk i lanë me këcy, se ishin 3 jeta. Edhe rrezikshmëria ishte shumë ma madhe. Kështu që nuk i lanë. E këtu kanë këcy shumë kërcyshën konë, se nuk po mujtë është me i nëmru. Po ashtu edhe këtu konë edhe Gonxha konë si atrakcion i vërtet në urtë fshajt. Se për urtë mësojt nuk dhja ka këcy, thuhet që po, unë nuk e kom po. Ishtë thuhet që ka këcy edhe nga ura mësojt. Edhe ajo shumë e rejtë. Që do të thotë ajo është e vetmja vajzë që ka këcy prej urës mësojt. Që tjetë konë nuk di. Për sa vjet i ka unë nuk di që ka këcy, dikush. Ka qenë shumë guximtare. Edhe këtu kur kërcete, o konë e jashtëzakonshme. Asi guximi, me pas një femën është diçka edhe dallandyshe, se për në kom këceshin shumë, ka pas shumë femëna që ka këcy. Por se në stilin dallandyshe, është Gonxha, ajo është legjendë, me legjendë. Shumë e vërtet. Ecim tutje, kalojmë të fotografia tjetër pas kësaj video kaq të bukur, gjithë këta shikues. E kjo ishte hera e parë kur është ndërtu ura e re në 2009. 2009. Kam qenë 2010 pas. Kam qenë i ftun. 2009 ke ai, ky 2010. E më kanë ftu mua si mysafir. Por jo me këcy. Me hi një ri, edhe po tek në kërcysit është e pa moqme se kur je poshtë të po diken, karika, lohatet karika. E kështu që me njëherë e buna unë një kësim atje, po vetëm për publik, jo në konkurencë. Ajo konë me dorë trokitet gjata, bele, ka gjata i. Bele ato thëshin, po të kishe këcyn në konkurencë, nuk kishe pas konkurencës. Po, për mua është pak interesant me hinë se mas luftës, në vazhdimësi kom këci. Po për qep temen. Po. Njëherë edhe mjafton të për mua. E ki shiu, po. E kom shiu dhe man. Edhe ende e shia jetën, se unë kom një mikë temen shumë të ngusht, një farë të mërmusën. Po. është pa mos me në javës me shku atje të ura 2-3 herë. Kur gjë vetëm këthejem ka ura vëq më konë prezent. Se është pjesë e e kemi në shpirtat, po. Besa edhe ai kërcen shumë herë kërcen me kësime figurative. Edhe ai ka veçantinë e vetë të përcimit. E ka veçantinë e vetë edhe. E vërtet. Kalojmë tutje? Hajde. Kjo është karriera tjetër e futbollit. Ti edhe futbollist? Po. Si junior. Po ku me u plak ti me krejt këto aktivitetet? Shumë. Po shumë lamit sportet kam qenë aktiv. Se bagika, në përpara e thishim këtu bagikëshën e nushit. Ai, gati që gjithë ditën keme najtat. Bile nëna të thëgje, më rëbukën me vetë. Se u harroshim. Po. Ma nej u takoshim qëtu bashkë përpara, këtu ku ishe trafika e Kurtishit. Këtë sportistët, ata të njohër ose pa njohër. Aty gazeta u shpëndake. U shpëndaj ka aty, ka qenë pik takimi, ajo. Në vazhdimësi. Jo vetëm që i kishim na këto lindjen si gazetë tonën, po edhe gjitha ato gazetat ilustruese të sportit, zakonisht. Kush është këtu në këtë fotografi kujtim? Kjo është Eldjeri Lulzim Vula, s'tash ka vdekaj. Të është... Qatë kujtohet? Valën Vala, i treti, kujtim Doli, Goxha, Kykela,
Kujtim Kela. Po. Ky portieri i vllazënimit dikur i Ligë Dytë përparim Vula. Bakir s'më kujtohet është. Vajt Osa, shtojnë, s'kajt. Po. Gens Baraku, Kujtim Kela, e vllajtine. Po. Po. Jo, këtë duhet me qenë Cërmjan, edhe unën, s'kajt. Sa ishit sukses shumë si ekip, aso kohë? Po, atëherë luajshim për Metalikun. Po? Se unë e kalova dikur, nuk desha me qenë më pjesë e Gjakovës, dhe kalova në Metalik. U konë një klubi shumë homogen, shumë asi një klubi mirë. Aty e gjeshim vetën, e më lutë për qepët. Se në Gjakovë këmë lutë një mësi që në dalin tim parë prej juniorëve, një 2 vjetë më tepër s'këm lutë. Po. O mërësha atyre me këcime më tepër. Për mu konë pakës ka pas prioritet. Po, natyrisht. E këtu sa koke që ndru këtu të Metaliku? Metaliku 2 vjetë. 2 vjetë, po. Po. Si në orë kemi pas në sukses shumë. Kemi arrit dhe në qërek finalën e Kupës Jugoslavisë. Që atëherë kemi lujtë kundër Hajdukut Splitit. Tash jenë qithë ata, se më shikoj dhe tash fotografia, kemi arrit sukses të jashtëzakonshëm në Gjakova, si junior. Shëndet. Faleminderit. Dhënë që ajo ishte veç fillimi i karrierës futbollit. Po nuk e kom kushtu qash rëndësit madhe. Rëndësishme është e kishiju. E kom shiju. E kishiju, si ri e kishiju. E kom dorë shiri. Po. Ecim tutje, shohim një fotografi tjetër. Kjo është fotografia në Split. Po? Ky ishte ekipi i jonë që kemi marrë pjesë atje, që kemi luajtur në çerek finalet Kupës Jugosllavisë. E këta janë krejt reprezentatues të Jugosllavisë. Nalt. Po. Këta udhëtësia jonë, Gjefer Marina, këto janë për shembull Buljan, Jerković, që konë lojtarë të reprezentacionit të Jugosllavisë gjithë. Po. A ishte një eksperiencë e mirë për juve të Kosovës, nga një vend shumë i vogël, me pas kaq shumë eksperienca, me taku kaq shumë njerëz të sportit, cilët kanë suksese ose ekipe me shumë suksese? Shumë edhe ajo në kanë nimu, shumë edhe manej edhe të tjerë që kanë vazhdu karrierën. Të marrëm gati në gjysë ose më tepër e ekipit tonë, kanë lujtë për vllaznimin, kanë lujtë për shembull në Ligë Dytë. Dhe më thonë kanë pas sukses të Genc Hoxha, Ali Shehu, kush në konë tjerë ka pas Shkëllxhan Purrini, Bashkim Radogoshi, Genc Pruthi, Gazmen Tuzi, Islam Gjini i mirë, ka vdek Islam Gjini. Këta janë konë futbolist të jashtëzakonshëm, dhe që kanë arritë edhe me luajtë në Ligën e Dytë, ishë Jugoslavisë atëherë. Kuptohet. Kalojmë të fotografia tjetër. Shofim regjia ku do të na shpije. Kjo është fotografia me Hajdukun në Split. Ata që e kërkove, po? Për Hajdukun atëherë kanë luajtë një 4 reprezentatus ishtë Jugoslavisë atëherë. Konë 2 vllazën të Vujović, që është afër meje këtu, që kjo është Zlatko Vujović, e Zoran Vujović është në anë shkrejt. E këta kanë luajtë për ne, Alqip Shehu i pari, Gazmen Tuzi, për të regojtë tontë. Po. Islam Gjini, Agran Hoxha, ky një Serb, këtë së, zishru patë, Radullove që zishru ka pasë në bijem. Genc Hoxha, në rëndën e poshtë, Bashkim Radogoshi, unë në mes aty, Genc Pruthi, Skënder Mala, edhe Shkëllxhan Purrini.
Këta të tjerët gati, ja 4 kanë luajtur në reprezentacion të Jugosllavisë. Po. Të Hajdukut. O konë një eksperiencë e jashtëzakonshme, konë një... Unë thëm, kisha pas në fakt madhe. Përveç po, se e kemi shiju me gjithë shpirt. Qëto shka kom lujt, e kom shiju të më. Ka qenë gjithmonë ai entuziazmi me dhon kontributin maksimum për me u përfaqësu mirë edhe si shqiptar, besoj. Po, është një eksperiencë që së një harron një e kur. Dhe në ditët më të mija të jetës, rinore. Që na gati kemi qenë që një familje këtu. Jo vetëm në jetë sportive që kemi po, edhe jemi konë edhe kështu, shoqëni shumë e shëndosh. Që kemi najtë gati gjysën e ditës e kemi kalu qështu për para. Shumë. Kalojmë te fotografia tjetër, sa shumë momentet mira një jetë ka njeriu. Këto ishim të reflektojmë mbi to. Kjo është një fotografi shumë e bukur, edhe këta i kam jetë shok që më kanë met shok tjetës. Shkëtëzën për rini është Majtas, kjo është Genç Pruthi. Këta na qaj gjumi që ne kanë do. Mi konë në vazhdimësi. Edhe halojmë. Sa lartë. A fotoja, apo më duke një shumë të gjallë? Fotoja, se këta... Unë kom qenë ma i voglin. Nuk po duke shtu. Po pak e ma muskullozë, pak ma asit. A i kujtoni tash këto takime ka që të bukra? Sa herë takohemi, bile shpesh e merë iniciativën e Xeni, e fletë për kalumën. Karja, se Xeni o konë pretendent me lujtë edhe në Ligë të Parë të Jugosllavisë, që e thirëshin Hajduki në qatë ko. O konë futboler, o konë i jashtëzakonshëm. E thirëshin, po nuk e lanë shpijet, nuk ka pas kësmet. Po këtu ka arritën në Ligë 2 të Jugosllavisë ka lujtë. E do më thonë, na jemi me si shok ende. Shok të rinis, fëmiris edhe tash të pleqërit. Ku është realizu kjo foto? Në Ulqin. Kemi qenë në përgatitje me Gjakovën. Sa dulem na si të ri, dulem në tim parë. Me lujtë për Gjakovën, për senior. Viti parë, ku shkum na në përgatitje në Ulqin. Po. Uroj ta keni sa më gjatë këtë shoqëri. Jemi ende shumë gusht njëni me tjetër. Kjo është e rëndësishme. Kalojmë te fotografia tjetër. Hajde, na trego këtë fotografi. Kush janë ta njerëz? Bagika që pora që përmendë. Kjo është u zhvilloshe turnire që u mëke në Bagik për futbol të vogël. Na ishim prej një ndër ato skuadrat që ishin pakës më të mira. Faruk Domi, që kjo poshtë, kjo është legjend e futbolit, legjend e gjallë. Për futbol të vogël, nuk ma mërmenja që dikush tjetër i del për pora. Rizare Zniqi, Bujar Morina Djethtas, Luan Qaushi, Gjefer, që më këtojtë në bjemni. Edhe una në sajtë. Kjo kënë një ekip e jashtëzakonshme. Po, kur ishte Faruki me ne. Pse thua? Se ne pa Farukin nuk kemi konë edhe qaqa. Po, kjo kënë jashtëzakonshme, një futboller që nuk arrin do të në kush. Ajo është gjenisht për futbol të vogël. Ju ka përgatit bukur. Kjo kënë i jashtëzakonshëm. Edhe shumë kemi pas kënaqësi të madhe me lutë me ta, edhe më burrën. Sot ditë më burrën që kom pas mundësinë me lutë me ta. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër. Kjo është ajo fotografia që ishte në pullë postale. Kjo është identifikimi.
Shëndet. Ju kërkoj falje. Shoqëroni publikun poshtë atje. Sa shumë Mahnici njerëz, është atmosferë Mahnici. Kur ka kaq shumë njerëz përpara dhe kur sheh kaq shumë, a entuziazmohesh apo ke pak emocione dhe frika me të kaplu, apo e jep maksimumin? Pak emocione, se është rutina. Ajo kalon rutinë sepse unë vetëm e kam perfekcionu kërcimin. Te unë është vetëm frika mos me bëj një kiks të vogël. Që s'ka ndodhë rrallë dhe e punë, po unë i di se jam... Natyrisht, ti ndjenë dhe sheh ato gabime, po. Ajo ishte se për ka rrjedhia e kërcimit, unë u musha me plot e jashtëzakonshme. Se është vështirë është me përshkru ato emocionet e mia kur jam në urë, kur shkëputem prej urës. Ato vijnë krejt spontanisht, ato janë vetëm të automatizume, që si do të nisesh, si do të bjen. Krejt e ketë programune, se e bën planin. Po e bën planin sepse kur kërcen edhe shumë herë njëri. Ajo perfekcionohet më tepër, formohet si rutinë. Dhe më thonë, kujdesesh vetëm për ato detajet pakës që janë pakës më rafinume. Edhe përbiqesin... Që mos më të shpëtu kur gjo. Mos më shpëtu kur gjo. Gati që mos më ndodh. Pa. Shumë rrallë ndonjëherë, edhe me siguri ka lujt rrallë edhe koha, kur ka qenë koha keqe, apo frim, që të dekoncentron frima, që mundët edhe me të bajt, kur të nisësh në ajre. Po me rutinë mund gjithë, din mi përballu edhe që të ne vështërsive. Tutje kalojmë të fotografia tjetër? Gëndja. Me Gongjën, a? Gëndja. Ishte ardhë me mund Mostar, kjo është në Lurt Mostarit. Po. Ishte viti 83, më zgaboj. Se kjo është një video, po e kemi shkëput këta na, kështu si foto. Nuk e lënë Gongjën me këtësi se ishe rej. Shumë e rej. Kishin frikë për shkak lashtë. Kishin frikë. Nuk dhja kanë pas frikë, po ma tepër ata nuk kishin fort merak me kërcy një femën aty. Sidomos ndokat se këtu pakës e kanë ineru, pak Gongjën e mdhejmet shumë, se kojke, si kur thëmija kojke, pëse s'dojnë me mblojt, pëse s'dojnë me mblojnë me këcy. Kjo e kishë vullnetin, do e ke mohedh, është shumë guximtare. Nuk e lanë. Gongjë për thotë që në 87 që në zdi kur pas këcy, unë nuk e di. Po, këta thojnë që ka këcy Gongjë për urë, unë se këm po. Po dhe më thonë kjo ko një eksperiencë më ndryshe. Disi, po. O ko një jashtëzakonshme. Këtu e kom 83 e kom zonë vend në tret, po shumë herë më kanë dëmtu me nota. Apo, a? Po, shumë herë. E kanë ndodhë që... Po, që do që tjetë... Se me ndonë që kanë ndodhë këto? Kanë ndodhë se... Ne jemi shqiptarë, edhe përpara nuk kemi qenë fort të avancumë, ashtu të në qëfar do sporti që kemi ikonë shumë jetë privilegjuar. Se unë për herë por për ju është mësohet këmë kësy 15 vjeqarë. E radha që gjithmonë jam konë në Bodest, dhe në parë, dyti ose treti. Ato, kur ma jepshin kërë vend në tretë ose dytin, krejtë publiku fëshlëshin, se publiku e vrejnë ato kush
kush është aty më meritori. Po, keshë mësu. E ke shiju në maksimum, e ke ditë që ke performu mirë? Jem kënë mësu, se performanca kënë, të unë s'ka pas gabime. Unë e kom pas atë kënaqësinë teme. Po, pavarësisht, po. Ku jemi këtu? Këtu jemi në Orë të Fshanit. Po. Duket si një vjet para, që kjo 2016 që në për më duket. 2016 që në duket. Para se ta mbyllësh karrierën, a? Po. Po. Se unë, kur visha prej prendimit këtu, e këshusha kohën më ardhë mi zonë Garath. Po. Gjithmonë s'kom qëllu këtu. Atë vetë kër isha këtu, i hapsha Garath, besa edhe u futsha në organizimin e Garave. Që me shpirt me dhonë se cilin kontribut mund shumë. Po, besa kemi arrit shumë herë me organizu Garath prej hiqit. Që viteve të fundit edhe ka qenë prej hiqit. Tash sidomos o bo edhe ma keq. Ka munges të sportit të gjizve vazhdimisht. 3 vetë kanë metë, që këtësin. E si vjetë e kisha unë rastin, të shkojnë në Mostar. Po. Shkova privatisht, vetëm se në dëgjova që i kanë leju këtë Florit Gashin edhe Shkëllxhen Goqin. Po. E u fascinova shumë, u gëzova shumë se me në fund, mas 40 sa vjetëve, është puna vizave. Po. U gëzova shumë, u takume në Mostarna. Besa ata edhe Sokoli keme ne, Po, so hoti. Po ata na befasun, se kërcyn, jeshtë Sokoni, fort bukur. Belit Zeni, Shkëllxhen, se Zeni thujmë, Shkëllxheni ishte Baras me vend në tret, i kishin pikat Baras. Që një arritje. Po, një arritje e madhe. Po. Floridi zu vend në parë, për mu ke vend në parë. Se i patën pikat njësoj me atë kampione, dhe ajo shqiptar është. Shqiptar është i plavës e Kusisa. Po. Ka qenë e disa herë këtu. Ka kësy. Ja 2 herë, 2 viti ka kësy këtu. Dhe u knaqe, kur ishi e generatat e reja që po performojnë aqë mirë. Më shkojshin për egzimit kur arriti ai Floridi, vend në dytë. Se vend në dytë edhe, kishim pikat bashkë, po natyrisht. është një farë regullë aty që në qëpë se kësen dikush para e merë notat më të mirë, avancohet. Po. Ashtu ishte. Baras ishin me nota. E bukur kjo. E bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? E kjo është 100 vjetori e Flamarit. Kjo është... Sa video bukur. Kjo ishte Valon Maloku, bashk e kemi organizu Garath me Valon Malokun. Në 100 vitojnë e Kjo ishte dishka e jashtëzakonshme. Që e falenderoj Valonin, sa herë të përmeni, është e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. E kjo ke hapja e Garave. Shihet ma spektakolare, po duket. Po ishin edhe kamerat, ishte shumë e përgatitën. E bukur. Ecim tutje, edhe një herë shofim të ri përsëritur. Bukur shumë. A gabove këtu diçka, kujtim? Po pak. Kalojmë të foto tjetër. Sa i bukur është ky drini. Po ne u dusha më ngut me zonë performancën kretë, se këta ishin përgatit me feshek zjarë. Po. E ata e kishin komandën ata, jo unë. Se është ndryshe, kusht koncentrohesh vetë, natyrisht. Ndryshe kur e kiti pënume. Po mirë, prapë se prapë mirë. Kjo është shpresa, mirë njohjen si qytetarën të jeri, që i ka marrë shpresa se une nuk qëllova. Dhe e ka marrë bashkëshortja, mirë shumë.
Ke një bashkëshorte fantastike. Faleminderit. Për ju që nxorët Gjakovën në dritë të vërtet, a është i rëndësishëm ky titull? Shumë. Shumë, kjo është mundi jam edhe jeta jeme. Se edhe njëherë jem shpallë si qytetarën deri në 83, 1983. Është të në gjona që e ki këtu në zemër, nuk është mburë, pëse është një gjona jashtëzakonshme. E bukur. Kalojmë të fotografia tjetër? Kjo është vend i parë në Mostar, që e kom thy traditën 500 vjeçare, që aty mahen prej që u marru ura. Dhe asnjëherë nuk ishte ndodhur ta fitonte dikush. Kur. Unë isha një i parë që e kom thy traditën. Edhe bukur me zërë më kanë thonë se fol në losh ishte krejt prominenca jugoslave. Që u mbledhshin edhe ata. Fol aty nëse s'ma këshën thonë vend në parë. Po se nuk mu ishen aty bashkë. Në sytë aty në me mdamtu mu. Kuptohet. Ka notat. E kjo ishte diçka e jashtëzakonshme. Kjo qenë ka histori në vete, diplom histori në Kjo vete. është Histori kombëtare në një farë forme. Kjo është histori e jeme, që e mborëm me to. Nuk di nëse kemi më duket shohim? Pas kemi një tjetër. Kjo është në 83-shën. Po, Mirë njohje publike. qytetarit të merituar. Qytetarit qytetit, po. Çmimet, unë besoj që edhe mendoj që çmimet janë shumë të rëndësishme për njeriu kur vjen në një moshë edhe i sheh ato rezultatet e veta se çfarë ka punuar. Ka rëndësi edhe çmimi, edhe mirënjohja, edhe Shumë ka, se unë ka do që shkoj, se i kam në shtëpi. po, Në gjitha i kam rrëth meje. ekspozuara, po. Rrëth meje, se ashtu t'jemi në shtëpi, kam merak mi pa në gjdo kun ato të arriturat e mija. E bëli shpresë ka herë e më pengon, po më si levojnë, ose jeta jeme. Sa bukur e thu, po, është. Kështu që tashti shkon i pastron edhe une, po ajo kur qëllon në vazhdimsi kujdeset. Po. Ta pyesim Regjin, kemi foto me sa di unë jo, po të prapë të shohim, nëse është kjo e fundit. Pas kemi. Bukur shumë. Kjo është në ndër këto vitet mas më duket që është 2016, 2015-16. Po. Ishin gara, se në vazhdimsi kam qenë në Jorijën. Po, të garave, po. Garave, po. Po unë desha me alon dikuj më të ri për më mësu për të ardhmen. Se dikush zdo t'jem. Do të mendojmë për atë çështje. Këta nuk e mlekshin, në vazhdimsi deshin me Po kush e vlerëson më mirë se ti? Po që ato isha e puna, po unë desha që dikush me më zavendësu. Ka ku? Këto janë ata kërcysit. Kërcysit e rinj. Po, beli dekend se ke në marrë jetë Abdyl, që thirë thaj. Që ta shka vdeka, e mire. Po, këto ishin gorat cilat krejt Kosova i ka qenë edhe në televizionet tjera. Unë mendoj që live garat e kërcimit nga ura fshenjt janë tradicionale dhe janë një aktivitet kombëtar, pavarësisht që mban në Gjakov, mënyrën se si e kanë ruajtur atë traditën e vet këto gara, ndoshta viteve të fundit pak me mungesë të kërcyesve, por gjithsesi e kanë atë veçantinë e tyre.
se cila garë, se cili edicion. Se- Tutje të shofin? Këto është Kujtimi po shijon tash, ha? i vetë mumi, unë kur t'jam Ja, këtu, me urën. unë kur t'jam këtu, jam i dashurun vetëm me urën. Kjo është një fotografi gati e përditshme, se unë atje është e pamundshme mos më shku njëherë, ose në mëngjes, në masdite, është e pamundshme mos më qenë në atë. Më thënë, kur vjen në Kosovë, ti e ke kështu destinacion Drinin. Është diçka. Unë kur jem këtu, e një vetën shumë rahat, shumë. Atë merë malli atje për këto Shumë. pejsazhet të Drinit? Shumë. Shumë, mu më mungon shumë. Se tash në pleqëri edhe ke Thjesht. ko më shumë. Po, Po. unë e kom për zemër. Po. Nëse edhe mu uar në Mostarit, po atje pak është marrë rallë, përshkaj se Po. kjo është e përditshme, kjo është gati e përditshme. Sidomos verës, kur gjidhem këtu, është e pamundshme mos më qenë për çdo ditë mëngjes, biri kafën e Si është e mëngjesit. fjala, a ke rrit trupin aty E, edhe tash. Po, shumë e vërtet. Tutje? Kjo pas ka qenë e fundit. Kjo, U knaqëm me këto fotografi kaq të mira, me këto eksperienca kaq interesante. Para se ta përmbyllim, do doja të dija çfarë bën të veçantë një kërcyes. Guximi. Po. Në radhë parë është guximi, se po mos të ki guxim, nuk ndodhet asgjë. Po ka shumë elementet. Se është spari koncentrimi. E gjithë kjo është adrenalin. Koncentrimi. Do të thotë ti e llogarit çdo detaj. Nol vetëm me programon. E shikimin. Manej ajo hedhja në najrë, fleturimi, në të rështë. Janë gjona shumë emocionale ato. Deri sa të bjen në ujë është ajo adrenalina e trupore. Sa sekonda rëndom zgjat ky kërcimi? Të ura fshejt, për shembull. Nuk, me thonë këtu kështu, po nuk zgjat edhe qaq fort. E sa është ura është 20 metra, 2 sekonda, diçka, mund të bëhet. Nuk e di kështu. Po është një adrenalinë e vërtet, ajo dëbardh. Edhe diçka, apo të mungon tash kjo mungesa e sportistëve të rinj? Pse të rinjt nuk po e dëshirojnë me kërcy prej urës? Unë e vuj këtë, në qetësi e vuj këtë gjë. Se shumë herë kur takohemi me këta kërcysit tash, me Floridin, me Zenin, me Vedatin, Po. Vedat Krasniqin që është një ndër kërcysit, është fenomenal, është i mirë. Kur flasim mbi kërcimet, nuk në pëlqen shumë, se për shkak të mungesës të tjerëve, se në moment që vjetë, kanë qi vetëm 3 vetë. Për para 30 të bëshin, jo 30 të bëshin. Edhe disa u duke mi eliminu. Eliminu, po. Po. Nuk pe marrim këto bash ashtu me sportivitet, ku po thuhet që vetëm 3 garus janë. Që është ndryshe. E gjitha e publik, sa e ki atë, me mbledh gjitha 6 sekunde, adhe 7. Po. E dhe me thonë, është pakës, nuk ka met mua kërcys. Jo për ka guximi, po tash edhe nuk përlahet kërkush atë. Merisht, shkon ditën e diel, temperatura 40, është nuk qenë një të lanë ujë. Nga
kohën e Pse, a përpashme. nuk është Drini në gjendjen që ka qenë dikur, apo vetë njerëzit? Njerëzit, se Po, përpara ato kemi që, ajo konë bregdeti jonë. fiks. Ma ne, kur shkëshim edhe në Kemi përgjire, qëndru nga 2 javë, edhe pushimet i kemi bërë të Drini. po aty kemi pas Po. bregdeti jonë. Plus Eraniki atje, nalë. Në Eraniki në konë gjire, Po, që i thëshim na, kushtë disa gjire ishin, kemi kërcy që aty kemi fillu në, që aty kemi mësu me kësi, pa i rrafshë për këseshim. po. Tu mos i planifiku heq rrezikun, po që ashtu të kone atjere. Faleminderit shumë. Tim Faleminderit. për gjitha këto rrëfime, për këtë eksperiencë kaq të bukur. Ne duhet jemi mirënjohës për kontributin tuaj si komuniteti i Gjakovës, për faktin që ku ke shkuar na ke përfaqësuar dinitetshëm. Edhe kjo është e rëndësishme për komunitetin tonë përgjithsisht. Unë më lejo të uroj shëndet, suksese, ta bësh kështu jetën si që je duke e bërë, se të përcjellje në rrjetet sociale, duke shëtitur, duke shijuar në maksimum me bashkëshortën dhe familjen a këtë ditët të bukura edhe sukseset të cilat, rezultatet e sukseseve që i ke. Faleminderit. Faleminderoj shumë që ju ka shku mendje tek une. Jeni figure rëndësishme, është domosdoshme. Më vjen mirë shumë. Më vjen mirë shumë. E pas këtij diskutimi kaq përmbajtësor me legjendën e kërcimit nga ura fshenjt zotin Kujtim Gorani, unë ju falenderoj, ju uroj një mbrëmje të bukur dhe njëkohësisht mos harroni të na përcjellni edhe në rrjetet tona sociale, duke ju rikujtuar se mund të na propozoni edhe emra të tjerë, me qëllim që ky emision të ketë figura sa më përmbajtësore dhe personalitete sa më të pëlqyera për ju. Natën e mirë dhe takohemi të martën e radhës.